Ishte një propozim për një qeveri tranzitore, jo qeveri teknike. Qeveria teknike është një qeveri që do doj kohën e vet për të organizuar zgjedhjet, se nuk i organizon dot zgjedhjet për një muaj. Ajo çfarë mund t'ju them unë është kjo. Kushdo që mendon që Rama qëndron në pushtet, tallet me veten e vet. Kjo është një çështje e kryer. Ai po kërkon një marrëveshje me këtë mundet për shpëtuar kokën e vet. Dhe patjetër është gati ai të japi Belindën, Gysin dhe të gjithë tjerët, siç ka dhënë shumë nga shokët e vet. Por loja e Ramës dhe politika e Ramës apo koha e Ramës është një kohë e kryer. Është në përpelitje të fundit një njeri që do të shpëtojë kokën e vet. Dhe për këtë është gati të destabilizojë vendin. Por ai duhet të di që ne jemi gati të bëjmë gjithçka që ky të largohet. Me hir, me pa hir, këta kanë kryer. Çfarë do të thonë bëjmë gjithçka? Gjithçka s'përjashtohet asgjë. Po më bëra. Nuk ka asnjë formë. Është bërë si klikshë kjo. Jo, s'është klikshë fare. Jo, po, terma konkret. Unë po jam shumë i qartë. Unë jam shumë i qartë. Fillon me dhe mbaron me? Unë jam shumë i qartë që s'përjashtohet fare që nesër të gjej njerëzit në surrel. Fare. Se me hir, me pa hir, po të gjej njerëzit në shtëpi, ka përzon njerëzit nga shtëpia. Ai ka përzon ky njerëzit nga shtëpia, banorët e Unazës. Ai qeverisë me zyrën te kryeministria është. Jo, qeverisja është private. Nuk qeveris nga kryeministria, ai qeveris në WhatsApp. I pa ble mesazhet si qeverisën, si mbyllen në hapen tendrat. Ka 60 mesazhe me Berberin ai. Ja, ka institucione në Shqipëri, kanë rënë institucionet. Pra, ky nesër mos ta bitet ti shikoj aty. Po çdo ti bëni ti rrethoni. Nuk përjashtohet asgjë, fare asgjë s'përjashtohet. Prandaj them me hir me pa hir dhe ata që thonë cila forma apo cila mënyrë, pse me këto forma apo me këto mënyra, çdo formë dhe mënyrë është demokratike, për sa kohë qëllimi është potosh demokracinë. Ndaj s'përjashtohet asgjë. Dhe s'ka pse të përjashtohet, ky është një njerëz që është kapur duke vjedhur dhe nuk lëshon pushtetin, sepse do të shpëtoj kokën e vet, po pse do presim këtë ne? Tani, nëse bëhen zgjedhje të reja, pas rezultatit shumë të keq që morët më 11 maj, nuk i friksoheni konfirmimit Partisë Socialiste në pushtet? Po jo, mor, se ata s'kan fituar asnjë palë zgjedhje. Ata kanë vjedhur çdo palë zgjedhje. Tani që shikoj që këta çfarë para e kanë vjedhur këta, ne që i kemi denoncuar, kur nuk na ka shkuar në mendje që këta kanë arritur në këtë pikë pasurinë. Se nuk është dëgjuar ndonjëherë që një zëvendësky ministre të ketë 300 apartamente, apo që një njeri të ketë 3 milion euro shishe verë. Këta me gjithë të para që kanë hedhur dhe kanë bërë, ne ta turp që pas kanë marrë vetëm kaq mandate. Që të kesh 3 milion euro shishe verë. Do të thonë ju jeni të bindur që fitonin ose bëhen zgjedhje të reja? Po pa diskutim, 100%. 100%. Dhe unë po ju them, kjo është një çështje e kryer. Dhe është koha njerëzit të hypin kësaj rruge, se do të ngelen mbrapa. Është çështje e kryer. Këtë se them unë, e thot koha, e thot situata, e thot gjithçka. Nuk ka qeveri, nuk mbizotron dot një qeveri në Shqipëri që nuk është e përshëndetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është çështje e kryer. Kaq. Kush doj, le të hypi treni që po shkon drejt stabilizimit të demokracisë në vend. Kush do të rritë rangallet e destabilizimit të Ramës, do të vuaj pasojat. Tani ju përgatiteni sipas jush për rotacion, po ndërkohë ju keni një sër problemesh të brendshme për vete. Asnjë problem fare. Kemi vetëm një problem ne Edi Ramë. Asnjë problem. Do zërat që dalin dhe lëshojnë disa kritika, ndoshta me vend, ju i përjashtoni për shembull. Në asnjë, ne kemi statut që s'përjashtojmë njëri. Ata që duan të largohen vet, pastaj s'kemi ç'bëjmë ne. Po pse Ervin Seliani u largua vet? Po duhet pyesni atë pse u largua, ç'pun kam unë. Po nuk është larguar, larguat ju sepse pse ne kemi një seli, ne kemi takime me demokratët. Po atë se di unë demokratët i takoj vetëm, s'ka takuar me kritika, domethënë jo demokratët i takoj unë. Je dakord ti me këto forma përjashtimi të njerëzve që thonë të vërtetën? Njerëz që largohen vetë dhe njerëz që gënjejnë nuk është e drejtë rrin aty. Se gënjen ai? Po un kam pasur një debat publik me të dhe gënjen për çfarë? Ja kam vërtetuar. S'merrem unë shumë. Ti e ke për pjesën e avokatit të popullit? Po për shumë çështje, jo vetëm për ato, po në kuptimin e kësaj s'merrem me këtë, se këto janë budalliqe, unë merrem me krimin organizuar. Po problemet që ka nevojë të rregullojë Partia Demokratike që ai i thot çdo ditë, çfarë probleme kemi? S'keni, gënjen ai që thot. Po cili është problemi? Po pse që nuk është kjo partia asnjë analizë, që s'u mor asnjë përgjegjësi për 11 maj. Kush tha që s'është bërë analizë? Po s'u konkludua me vendimarrje prandaj. Kush u tha ju? Unë jam shefi i organizimit partisë, jam 71 koordinator. Çfarë të forta u morën për shkak të rezultatit 11 maj? A doni ti dëgjoni? Po. Unë jam shefi i organizimit partisë, 71 koordinator
janë shpërndarë në çdo degë të Shqipërisë, pikërisht për të bërë analizën të zgjedhjeve dhe të deputetëve të Partisë Demokratike, të kandidatëve. Dhe ky raport ka filluar të konkludoj, pasi ka 4 javë që ka nisur ky proces. Pavarësisht se nxjerrin nëpër media. Ka 4 javë që ka filluar, si s'është bërë. Zgjedhjet brenda Partisë Demokratike do të jenë në prill, siç e ka statuti, ku njerëzit do kenë mundësi të zgjedhin, do kandidojë Klevisi, e duan e votojnë, se duan se votojnë. Ne i kemi me zgjedhje këto punë. Kështu që unë prandaj them që nuk merrem unë me këto çështje boshe që shpiken për dalë gjysore në televizor, unë merrem me krimin organizuar, unë merrem me Edi Ramën. Unë merrem me problemin që është Edi Rama. Jo, po bëni alternativë qeverisë se nëse keni probleme me jush. S'kemi asnjë problem ne. Se ka njëri problem vetëm puna vet, ç'pun kemi ne. Unë po flas për problemet që ka Shqipëria, s'merrem me problemet e hallit që ka njëri apo tjetri. Problemi që kemi ne është Edi Rama, kaq. S'merrem unë me çështje të tjera. Ergyes Agasi. Pse Ergyes Agasi është problemi? Ergyes Agasi një zar i rëndomt i tij që kishte caktuar ky atje tek kopshti privat i familjes Rama. Siç e thoshte zëvendës kryeministrit që i dolën të gjitha Arben Ahmeta, qoftë për tunelin e Llogaras, qoftë për Akshin dhe gjithçka tjetër. Bashorti i drejtoreshës krimit kibernetik ishte shoferi i Ergyes Agasit. Ç'a shteti është ky? Ç'a shteti është ky? Këto janë problemet. Un kam hallën e qytetarëve shqiptar që janë sot më të varfrit në Europë. Ndërkohë kanë pasuritë pafundme në Shqipëri. Pasuritë pafundme. Po kanë hajdut që nuk i ka njohur historia ndonjëherë. Që dhe Gaddafi ti shikonte do thoshte kaq shumë nuk vitet. Të kesh 300 apartamente Gaddafi që e morën ashtu siç e morën, nuk i ka pas 300 apartamente. Domethënë për situatën brenda PD-s ti je i kënaqur, s'ka asgjë për të rregulluar. Partia Demokratike ka asnjë përgjegjësi nga lart për t'u marrë, se poshtë merren gjithmonë, po lart. Jo, përgjegjësi poshtë, cilat janë përgjegjësi që janë marrë poshtë. Mos bëjmë kot klishe. Cila është përgjegjësia që është marrë poshtë? Ne kemi degët më të mira, kemi kryetarët e degëve më të mirë, kemi strukturat më të mira, më qendrestare, kemi strukturat më qendrestare dhe janë demokratët ata që e kanë vuajtur më shumë pushtetin e Edi Ramës, se ti je demokrat sot, hiqesh nga puna, hiqet babai nga puna, gjyshit nuk i jepet pensioni, se ka dhe nga këto raste, çohen deri në gjykata dhe marrin me vite thjesht sepse është i evidentuar si demokrat nga një patronazhist, s'ka masa poshtë. S'ka asnjë masë poshtë. Cilat janë masat që janë marrë poshtë? Zgjedhjet për kupolën lart bëhen në prill. Dhe aty merr mas vetë struktura. Pasi nxjerrim analizën dhe ja u tregojmë gjithë strukturës, që kjo është analiza që kemi bërë. Po të ndërkohë që si e për ndryshim leadershipit. Ndërkohë që jo, si një i ri, ndoshta për një frym tjetër. Jo, unë si i ri jam kundër drogës. Unë si i ri jam kundër kapjes së sigurisë kombëtare nga Ergyes Agasi. A e dini ju që Akshi dhe drejtoria e krimeve kibernetike janë segmentet sigurisë kombëtare? Dhe sot e drejton Suel Qela me çopjat?